Virusi më dominues në vendin tonë është influenca H3 dhe H1, bëri të ditur drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Maria Andonovska. Ajo pashtu konfirmoi se Maqedonia është mbi përqindjen evropiane me llojin e virusit të hepatitit B, por tha se për momentin nuk ka shifra të sakta se sa persona janë të prekur. Sipas saj, rreziku qëndron të përhapet ky virus te të rriturit, të cilët nuk janë vaksinuar. Kod nas postoji така наречен резидуален ризик од хепатит Б, особено кај невакцинираните возрастни групи, што ја засилува смислата на раното вакцинирање. Значи, точни ви се податоците, сега збројката во моментот ја немам, но ова што го кажувате е така. Sa i përket virusi që është përhapur edhe tek fëmijët, Andonovska tha se situatën e kanë nën kontroll. Ndërkohë ende nuk kanë vendosur sa do të japin rekomandime për vazhdimin e pushimit të gjysmavjetorit të dytë. Ги следиме работите, може би е рано сега да кажеме во моментов, дали ќе препорачаме нешто такво или не. Што е најважно, ситуацијата е под контрола и се следи. Para 2 ditëve nga klinika e fëmijëve në spitalin Nën Tereza paralajmëruan se është rritur dukshëm numri i fëmijëve në 3 javët e fundit, të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore.